Edhe sikur Allahu i lartësuar të mos kishte dhënë shpërblime për adhurimin e tij, do të kishte qenë akoma e detyrueshme ta adhuronim atë nga shpresa për mëshirën e tij. Kjo thënie thekson se edhe nëse Allahu nuk do të kishte dhënë asnjë shpërblim për adhurimin e tij, akoma do të ishte detyrë për ne ta adhurojmë nga shpresa për mëshirën e tij. Kjo nënvizon vlerën dhe rëndësinë thelbësore të adhurimit në Islam. Adhurimi ynë nuk duhet të udhëhiqet vetëm nga dëshira për shpërblime, por nga dashuria dhe respekti për Allahun dhe njohja e mëshirës së tij të pakufijshme. Kurani na ofron shumë ajete që mbështesin mesazhin e kësaj thënie. Në surën Hijr, ajeti 99, Allahu thot: "Adhuro Zotin tënd derisa të vijë e vërteta vdekja." Ky ajet thekson detyrimin e adhurimit pavarësisht nga shpërblimet ose iniciativat. Ai na kujton se qëllimi ynë në jetë është të adhurojmë Allahun dhe të kërkojmë kënaqësinë e tij. Për më tepër, në surën Zumer, ajeti 53, Allahu thot: "Thuaj ju, o robërit e mi, që i keni bërë gabime vetes në mëkate, mos humbisni shpresën në mëshirën e Allahut. Me të vërtetë, Allahu fal të gjitha mëkatet. Me të vërtetë, ai është falësi, mëshiruesi." Ky ajet thekson mëshirën e pakufijshme të Allahut dhe na inkurajon të adhurojmë me shpresë dhe besim në fjalën e tij. Imam Aliu na përkujton se edhe nëse nuk do të kishte shpërblime për adhurimin, ne prap duhet të përmbushim detyrën tonë nga shpresa për mëshirën e Allahut. Ky qëndrim ka rrënjë të thella në mësimet e Kuranit, i cili thekson vazhdimisht rëndësinë e adhurimit të sinqertë dhe mbështetjes te mëshira e Allahut. Duke adhuruar Allahun nga shpresa për mëshirën e tij, ne krijojmë një lidhje të fortë me krijuesin ton dhe kërkojmë falje dhe udhëzime nga ai. Kjo na motivon të përpiqemi për drejtësi, të shmangim mëkatet dhe të përmbushim detyrat tona si musliman. Po ashtu, kjo ngul në zemrën tonë një ndjenjë për ulësie dhe mirënjohje, duke njohur se të gjitha bekimet dhe sukseset tona vijnë nga mëshira e Allahut. Në përfundim, thënia e Imam Aliut na përkujton vlerën thelbësore dhe detyrimin e adhurimit në Islam. Ajo na mëson se edhe sikur të mos ekzistonin shpërblime për adhurim, prap do të ishte detyrë të adhurojmë Allahun nga shpresa për mëshirën e tij. Kjo thënie përputhet me mësimet e Kuranit, i cili thekson rëndësinë e adhurimit të sinqertë dhe mbështetjes te mëshira e pakufijshme e Allahut. Allahu le të na udhëzojë të gjithë të adhurojmë me sinqeritet dhe të kërkojmë mëshirën e tij në të gjitha aspektet e jetës sonë.